të cilin e ka cilësuar si një hap të rëndësishëm punimet e ditës sotme, qoftë në adresimet e përbashkëta që do të bëjnë të gjithë vendet pjesëmarrëse në këtë samit, për politikat e përbashkëta sa i takon integrimit të procesit evropian si një aspiratë e përbashkët e të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Bashkë me presidenten e Slovenisë dhe me presidentin e Kroacisë, si bashkë drejtues të këtij samiti, por edhe që kryesojnë samitin e Bërë Brionit, presidenti Begaj ka bërë të ditur se ndër fokuset kryesore ka qenë ajo e fshinjësisë së mirë, por njëkohësisht sa i takon integrimit evropian dhe politikave të përbashkëta të vendeve të rajonit, një ndër cilat ka qenë edhe punësimi dhe mbajtja e trurit profesional të vendeve të origjinës, kryesisht vendeve të Ballkanit Perëndimor pranishëm në këtë samit, në vendet e tyre të origjinës dhe adresimit problematikave të punësimit në këtë platformë. Ai ka cilësuar një hap tepër të rëndësishëm këtë samit, i cili do të vijojë punimet edhe në ditën e tij të dytë, ditën e nesërme, si një samit dhe si një vend takim të rëndësishëm me krerët e rajonit për të adresuar të gjitha problematikat që i shqetësojnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Një rrugtim drejt Bashkimit Evropian për kreun e shtetit, ai ka cilësuar se Shqipëria ka plotësuar një sër reformash të rëndësishme dhe është në rrugtimin e duhur sa i takon procesit të integrimit evropian, ndërkohë që ka cilësuar 2027 si vitin që duhet të përmbushi vendi të gjithë kriteret dhe termat teknike për në Bashkimin Evropian, ndërkohë që ka vënë si deadline vitin 2013 si një objektiv kombëtar atë të integrimit të vendit drejt të Bashkimit Evropian. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar ku të gjithë krerët e shteteve kanë bërë dhe mbylljen e ditës së parë të këtyre punimeve për të rikthyer ditën e nesërme dhe për të vijuar në fund të cilit konkluzionet do të adresohen si politika të mëvonshme që do të bëhen pjesë e platformës për në të gjithë vendet pjesëmarrëse në këtë samit. Edhe një pyetje sa i takon dy liderëve që sigurisht fitojnë vëmendjen e publikut sa herë që janë në tryezat përbashkëta apo në takimet përbashkëta, është pikërisht presidenti serb Aleksandar Vučić dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ka pasur mesazhe të ndërsjella për ato problematika që sigurisht tashmë dihen që ekzistojnë mes tyre. Në fakt, nga ajo që kemi mundur të shohim përgjatë momenteve të hyrjes që është bërë të krerëve të shtetit, presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmanit dhe Vučić, presidenti i Serbisë, kanë hyrë të fundit, do thoja unë, në këtë takim si pjesë e protokollit të shtetit dhe të gjithë samitit, kanë pasur një kontakt, do thoja, diplomatik mes dy liderëve, ndërkohë që Vučić e ka cilësuar fqinjësinë e mirë dhe objektiva drejt Bashkimit Evropian si sfida të përbashkëta, duke ruajtur kështu një balancë diplomatike por edhe politike me të gjithë pjesëmarrësit në këtë samit që sigurisht përbën një rëndësi të madhe për vendet e Ballkanit Perëndimor që për vitin 2013 ku ka nisur të implementohet dhe të mbahet ky samit. Kujtojmë që vitin e shkuar ky samit është zhvilluar në Malin e Zi, në fund të cilit janë adresuar politika dhe prioritetet të rëndësishme, siç është ajo e agjendës gjelbër sa i takon pjesës së integrimit të vendeve të këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Ka pasur edhe një fotografi të përbashkët mes gjithë pranishmëve, gjithçka ka shkuar në normalitet dhe në kushtet të një diplomacie dhe një agjende të mirë përcaktuar dhe sigurisht të mirë zbatuar nga ana e të gjithë pranishmëve. Faleminderit Elitiona për detajet që përcolla.